Kushtet e pafavorshme klimatike kanë krijuar vështirësi për fermerët në zonën e Gjirokastrës. Rreshtet e vazhdueshme të shiut gjatë kësaj periudhe kanë penguar zhvillimin normal të punimeve bujqësore, duke sjellë vonesa në përgatitjen e tokave për sezonin e ri. Edhe pse tashmë fermerët duhet ta kishin përfunduar procesin e plugimit, kushtet atmosferike nuk e kanë lejuar nisjen e këtij procesi. Sipas specialistëve të bujqësisë, futja e mjeteve bujqësore në toka të tengopura me ujë mund të shkaktojë dëmtime në strukturën e saj, duke ndikuar negativisht në rendimentin e mëvonshëm. Ata theksojnë se fermerët duhet të presin përmirësimin e motit për të shmangur pasojat afatgjate në prodhim. Moti gjatë gjithë kësaj periudhe të paktën 2 mujore ka qenë plotësisht i disfavorshëm për kryerjen e punimeve në përgjithësi në bujqësi dhe veçanërisht për plugimet, nëse do flasim për plugimet pranverore ose përgatitore për mbjelljet e pranverës, nuk janë kryer pothuajse fare këto plugime, siç mund të ishte për shembull përgatitja e tokave tani për mbjelljen e Jonxhës, por edhe punime të tjera për mbjelljen e kulturave pranverore. Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë se nuk do të mbillet këtë vit Jonxh, pasi qoftë afati i mbjelljes së Jonxhës tani është në fillim, pra nëse do themi, muaj shkurt është fillimi i mbjelljes, kurse gjithë marsi është në dispozicion të gjithë kultivuesve të kulturave foragjere dhe veçanërisht të Jonxhës, kështu që patjetër që do të krijohen kushtet për të mbjellë edhe Jonxha. E rëndësishme është që të gjithë të punojmë për të krijuar kushtet e favorshme në tokë, që toka të vijë sa më shpejt për punimet. Për punime dhe për punime cilësore, pasi në qoftë se do ta kullojmë, në qoftë se toka do të kullohet, atëherë edhe toka do të vijë më shpejt për punimet, njëkohësisht do të jetë më e gatshme qoftë për punimet, qoftë për kryerjen e punimeve cilësore, por edhe për bimët që do të mbijnë, pra sepse ka një sër procesesh që lidhen. Toka është një organizëm i gjallë. Nëse mikroorganizmat nuk kanë kushte, pra tokat janë përmbytura, atëherë mikroorganizmat janë të ngordhura, nuk kanë aktivitet. Fermerët e zonës së Lunxhërisë shprehen të shqetësuar për vonesat, por theksojnë se po e shfrytëzojnë këtë kohë për mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve bujqësore. Një prej fermerëve të zonës tregon se janë në gatishmëri për të nisur menjëherë punën sapo kushtet e motit të stabilizohen, me shpresën që sezoni të mos dëmtohet më tej. Në muaj shkurt zakonisht tokat, të paktën tokat që mbillen tani pranverore, ti themi, për kulturën e misrit dhe Jonxhës, për momentin duhet të kishin përfunduar të gjitha. Edhe jemi shumë vonë, nëse nuk pushojnë rreshtet e shiut, nëse nuk mbajnë të paktën 20 ditë që të hyjmë në tokë, është e pamundur. Megjithëse është koha moti ishte i keq, këtë periudhë po shfrytëzojmë të paktën muaj janar shkurt të përgjithësi, jo vetëm këtë periudhë, po përfitojmë nga koha, merrim me shërbimet e mekanikës bujqësore, i bëjmë gati për sezonin pranveror, për mbjelljet, edhe për periudhën e verës. Shfrytëzojmë ditët, megjithëse në fushë nuk dalim dot. Fermerët mbeten në pritje të përmirësimit të kushteve atmosferike me shpresën që vonesat të mos ndikojnë ndjeshëm në ecurinë e sezonit bujqësor. Megjithatë, situata mbetet e varur nga zhvillimet e ditëve në vijim, ndërsa çdo ndryshim i motit do të jetë vendimtar për ritmin e punimeve në terren.